Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdrimet tona ja dedikojmë Allahut të madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. As ka lindur kënd, as nuk është i lindur prej kujt, dhe as kush në gjithësi nuk është i barabartë me Allahun. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të sqedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit e tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Do të hapim sot nektarin e gjumas me ji i vetëdijshëm. Vëmendja dhe vigjilenca janë ata që i hapin syt dhe mendjen njeriut, prandaj lipsët që të jemi të kujdesshëm dhe t'i kushtojmë rëndësi kohës, jetës, shëndetit, punës dhe mbi të gjitha diturisë. E sot është dita që kemi kohë dhe mundësi për të gjitha këto. Mbase në kujtesë se Zoti i madhëruar, profetët dhe të dërguarit të tij i dërgoi me libra qiellor dhe mesazhe për urtësi e dituri, për t'i ftuar njerëzit drejt asaj që jep jetë. Ata bën thirrje me zë të lartë dhe bën gjithçka që kishin mundësi të bënin për të kuptuar mesazhin me të cilin kishin ardhur. Duruan fyrjet e vështirësitë të shumta për të na zgjuar ne prej gjumit të shkujdesjes që të jemi të vetëdijshëm ndaj ndejës prej natyrës. U munduan të na çojnë në botën e dritës së të gëzimit dhe së bashku me ne të arrijnë jetën e përjetshme, e mirësitë, e kënaqësitë e përjetshme të Allahut të madhëruar. Ata punuan shumë për të na shpëtuar prej shkatërimit, prej vështirësive, prej zjarrit, prej errësirës, prej brengosjes e prej pendimit. Të gjitha këto, ata e bën për të mirën tonë, pa pasur në veten e tyre asnjë lakmi që me thirrjen e tyre të arrinin ndonjë përfitim për më tepër, ata nuk kishin as nevojën më të vogël për besimin e për punët tona. Megjithatë, shumë pak njerëz janë ndikuar nga thirrja e tyre, sepse shejtani i mallkuar u ka zënë veshët dhe ai është bërë sundues në të brendshmën e në të jashtëmin e tyre, deri në atë kufi sa të shumica e njerëzve nuk kanë ndikuar asnjë fjalë prej këshillave të profetëve, sepse në veshët dhe në zemrat e njerëzve s'ka arritur asnjë ajet i Kuranit famlart apo hadith i nderuar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kemi mbritur tek pjesa e Kuranit për ditën e sotme. Unë sot jam dalur tek sura Nahl dhe kam përzgjedhur ajetet nga ajeti 119 për ta mbyllur me ajetin 128 të kësaj sureje, i cili është ajeti i fundit. Ju uroj shikim dhe dëgjim të këndshëm së bashku. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Padyshim, Zoti yt është falës dhe mëshirëplot ndaj atyre që kanë bërë keq nga padituria, por që pastaj janë penduar dhe përmirësuar. Me të vërtetë, Ibrahimi ka qenë prijes shembullor me të gjitha virtytet e mira,
i përullur përpara Allahut me besim monoteist dhe nuk ka qenë nga idhujtarët, por ka qenë mirënjohës ndaj dhuntive të tij. Ai e zgjodhi atë dhe udhëzoi në rrugë të drejtë. Ne kemi dhënë atij të mira në këtë botë, ndërsa në botën tjetër sigurisht që ai do të jetë nga të mirët. Pastaj, ty të shpallëm, paso me sinqeritet fenë e Ibrahimit që nuk ka qenë idhujtar. Në të vërtetë, e shtuna u caktua për ata që patën kundërshti në lidhje me të. Sigurisht që Zoti yt do t'i gjykojë ata në ditën e Kiametit për çështjet që ata nuk pajtoheshin. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur, të diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Me të vërtetë, Zoti yt i di më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij, e i di më së miri ata që janë në rrugë të drejtë. Nëse ndëshkoni aq sa jeni ndëshkuar, por nëse duroni, kjo është më e mira rrugë për të durueshmit. Prandaj duro. Durimi yt është vetëm mendime në Allahut dhe mos u pikëllo për ata e mos u ngushto për shkak të dredhive të tyre. Vërtet, Allahu është me ata që e kanë frikë dhe që janë punëmirë. Shikues, dëgjues të nderuar, ky ishte përkthimi i ajeteve të surës Nahl nga ajeti 119 deri në fund të saj. Kemi mbritur kështu tek tema e ditës për sot në Nektari i Xumas, ku sot do të sjell temën Urtësia dhe ligji i Allahut është i njëjtë për çdo gjë. Kurani fisnik është një libër që nuk ka fund dituria, mirësia dhe qetësia që gjen njeriu në të, e në veçanti besimtarët e vërtet. Kurani trajton rrugët e fitimit të besimit, përmend cilësitë e besimtarëve, cilësitë e jo besimtarëve dhe të munafikëve. Ai na tregon për fuqinë dhe madhështinë e Allahut, Zotit njëjtë të vetëm. Kurani flet për shenjat madhështore të Allahut në lidhje me ekzistencën tonë e shumë çështje të tjera si këto. Pikërisht për këtë, sot do të sjellim komentimin e ajeteve 17 deri tek ajeti 22 të surës Mu'minun, që trajtojnë botën e së dukshmes, horizontet e gjithësisë dhe madhështinë e krijimit të tokës dhe të qejve. Allahu i madhëruar në librin e tij thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ne kemi krijuar mbi ju 7 qej dhe nuk kemi të pakujdesshëm ndaj krijesave tona. Ne zbresim ujë nga qielli me mas të caktuar, pastaj depozitojmë atë në tokë. Por, nëse dëshirojmë, ne jemi në gjendje ta heqim atë tërësisht. Nëpërmjet tij, ujit, ne bëjmë për ju kopshte hurmash dhe rrushi, ku ka shumë fruta për të ngrënë, si dhe pemën që rritet në malin e Sinait, e që u jep vaj dhe mëlmes atyre që e hanë. Vërtet, edhe të bagëtit për ju ka shenja për të medituar. Ju pini atë që gjendet në barkun e tyre, hani mishin e tyre, nxirrni shumë dobi të tjera dhe udhëtoni me ato ashtu siç udhëtoni me anije. Sura Mu'minun, ajetet 17 deri tek ajeti 22. Shikues dhe dëgjues të nderuar, këto ajete na fusin edhe një herë në botën e njësimit. I let madhërisht me Allah, në fillim të ajetit 17 të surës Mu'minun thot: Ne kemi krijuar mbi ju 7 qej. Fjala taraik është shumë si fjalës tarikatun, që do të thotë rrugë ose shtresë. Nëse do pranonim domethënien e parë të fjalës taraik, kuptimi i ajetit do të ishte: ne krijuam si për ju 7 rrugë dhe mund të shpjegohet se ato janë rrugët nga kalojnë ngjujt ashtu siç mund të jetë trajektorët e lëvizjes së yjeve në qiell. Sipas kuptimit të dytë, fjala taraik në ajet merr kuptimin e 7 shtresave të qiellit. Ne kemi folur për 7 qej shumë herë para kësaj. Nëse qëllimi i numrit 7 është të tregojë sasi të madhe, atëherë kuptimi i ajetit është: ne krijuam mbi ju shumë botë yjesh, planetësh dhe trupash të tjerë qiellor. Shpreha shtresë nuk lidhet me teorinë e Platonit, i cili e përfituronte atë si një lëvoshk qepe të vendosura njëra mbi tjetrën. Kurani i Kerim
Në asnjë mënyrë nuk ka parasysh këtë kuptim, por me fjalët rrugë dhe shtresa, ka parasysh botët që mbështjellin tokën në distanca të përcaktuara, të cilat për ne paraqiten njëra mbi tjetrën, disa afër e disa larg. Nëse numri 7 është përdorur në ajet si numërim, atëherë ajeti do të thotë se ne krijojmë 6 botë si për jush, plus botën tuaj që e shikoni, pra grupin e palëvizshëm, planetet dhe yjet, dhe këtë botë nuk i ka arritur njeri deri më sot. Nëse do të shihni me vëmendje sistemin diellor dhe nëse do të studionim vendodhjen e planeteve të ndryshme rreth diellit, do të zbulonim një shpjegim tjetër të këtij ajeti, dhe pikërisht se nga 9 planete që rrotullohen rreth diellit, 2 prej tyre, Merkuri dhe Venera, e kanë orbitën në orbitën e tokës, ndërkohë që 6 planetet e tjera e kanë orbitën jashtë orbitës së tokës. Në këtë mënyrë, ato u ngjajnë 6 stresave që janë njëra mbi tjetrën, së bashku me orbitën e hënës që rrotullohet rreth tokës, bëhen 7 orbita që quhen si 7 shtresa. Ndoshta mund të fantazohet se me që bota është kaq e madhe dhe e gjerë, a mundet që Allahu i madhëruar të jetë i pavëmendshëm në administrimin e saj? Mirë po, ajeti në fjalë i jep menjëherë përgjigje kësaj duke thënë: nuk jemi të pakujdesshëm ndaj krijesave tona. Theksimi këtu i çështjes së krijesave është aludim se vetë çështja e krijimit të gjithësisë përbën në vetvete provën për njohjen që Allahu i madhëruar ka për krijesat e veta dhe kujdesin e tij ndaj tyre. A mundet që krijuesi të jetë i pakujdesshëm ndaj krijesave të tij? Por ajeti mund të ketë si objektiv ato rrugë të shumta nëpër të cilat lëvizin ëngjët përmbi ju. Ne nuk jemi të pakujdesshëm ndaj jush, e po kështu ëngjëjt tanë ju kontrollojnë dhe janë dëshmitar të veprave tuaja. Ajeti që pason vjen duke një nga aspektet e fuqisë së Allahut të madhëruar, që konsiderohet nga bekimet e qiellit dhe të tokës, që është shiu. Në ajet thuhet: ne zbresim ujë nga qielli me masë të caktuar. Ne e zbresim ujë nga qielli me masë të caktuar, që të mos mbytet toka nga rënja e tij me shumicë. Por ai nuk është as i pakët që të mos mjaftojë për të ujitur bimet dhe për të pirë kafshët. Me të vërtetë, nëse ne kalojmë nga studimi rreth qiellit dhe toka, do të shohim se uji është një nga dhuratat më të rëndësishme hyjnore dhe baza e jetës së të gjitha krijesave. Në këtë rast, ai i thekson një problem akoma më të rëndësishëm, siç është ajo e rezervave të ujrave nëntoksor, duke thënë: pastaj e deportojmë atë në tokë. Por nëse dëshirojmë, ne jemi në gjendje ta heqim atë tërësisht. Ne dimë se korja sipërfaqësore e tokës përbëhet nga 2 shtresa, njëra e deportueshme dhe tjetra pa deportueshme. Sikur të ishte korja e tokës e tëra e deportueshme, atëherë shiu do të deportonte menjëherë në thellësitë të tokës dhe pas rënies së shirave, edhe nëse këto do të vazhdonin gjatë, do të fillonte thatësira dhe nuk do të ishim në gjendje të gjenim as edhe një pikë të vetme uji. Nëse sipërfaqja e tokës do të përbëhej prej argjili, atëherë shiu do të mbetej në sipërfaqe, ku do të ndotej qelbe dhe do t'ia zinte frymën njeriut, duke bërë shkak për vdekjen e tij, ndonëse ai përbën bazën e jetës. Por Allahu i gjithëmëshirshëm e ka bërë korën e parë të sipërfaqes së tokës të deportueshme. Ato e pason korja pa deportueshme, që ruan ujrat nëntoksor si rezervë për njerëzit, të cilët në rast nevoje e nxjerrin atë nëpërmjet ndërtimit të puseve, ose ai del vetvetiu nëpërmjet burimeve, pa u ndotur dhe pa i shkaktuar njeriut asnjë lëndim. Ka mundësi që ky ujë që e nxjerrim nga thellësitë e tokës dhe të cilin e shuajmë metjen, të jetë krijuar nga pikat e shiut që kanë rënë para mijëra vitesh dhe depozituar në thellësitë të tokës deri në ditët tona, pa u ndotur dhe pa u prishur. Sidoqoftë, ai që krijoi njeriu për të jetuar dhe e bëri ujin bazën e jetës së tij, madje nga më të rëndësishmit që para krijimit të tij, krijoi dhe depozitoi për të edhe shumë burime të tjera nga ky element jetësor.
Natyrisht, ekzistojnë rezerva të këtij elementi jetësor edhe në majet e malve në formën e borës, e cila gjatë vitit shkrin dhe zbret poshtë nëpër lugina, ndërkohë që një pjesë e saj ka mbetur në majtë të malve për mijëra, madje edhe për prej qindra mijëra vitesh, në pritje të urdhit për të shkrirë në vartësi të ndryshimit të nxehtësisë së tokës dhe për të zbritur në formë përrenjq nëpër lugina për të ujitur tokat dhe për largimin e etjes prej saj. Vret përdorimi i nyjes fi në arabisht në shprehjen fi el erdhi. Me këtë duket se ai ka parasysh burimet nëntokësore të ujit dhe jo ato sipërfaqësore. Shikues dhe dëgjues të nderuar, do të shkëputemi për pak çaste së bashku nga tema e ditës për të vijuar më pas me pjesën e dytë të kësaj teme, urtësia dhe ligji i Allahut është i njëjtë në çdo gjë. Jemi duke hulumtuar dhe komentuar ajetet 17 deri te 22 të surës Mu'minun. Qëndroni me ne në nektari i xumas. Shikues dhe dëgjues të nderuar, pasi pam së bashku depozitimin dhe rezervat e ujit, ajeti që vjen e vë theksin tek mirësia dhe begatia që sjell shiu dhe pikërisht tek prodhimet bujqësore që vijnë si rezultat i tij. Ajeti thot: nëpërmjet tij, pra ujit, ne bëm për ju kopshte hurmash dhe rrushi, ku ka shumë fruta për të ngrënë. Duke shtuar se krahas hurmave dhe rrushit, që konsiderohen nga prodhimet më të rëndësishme bujqësore, ekzistojnë edhe lloje të tjera e të shumta frutash. Ndoshta shprehja prej tyre për të ngrënë që përmend ajeti është theksimi i asaj që prodhimet e këtyre kopshteve, që kanë të mira të mëdha, nuk kufizon vetëm tek frutat. Ushqimet përbën një pjesë të mirave të tyre. Këto kopshte, duke përfshirë edhe ato të hurmave, kanë shumë lloje të tjera dobish për jetën e njerëzve. Kështu, njeriu prodhon rrogoz dhe prej gjetheve të tyre për të ulur dhe disa herë të tjera bën edhe rroba për veshje. Prej trungjeve të tyre ndërton shtëpi për të jetuar, ndërsa prej rrënjeve, gjetheve dhe frutave të tyre prodhon barna si dhe tagji për kafshët, ndërkohë që trungjet dhe degët i përdor si lëndë degëse. Tresim vëmendjen në ajetet më sipërme se burimi i jetës së njeriu qëndron tek uji i pikës së parë dhe burimi i jetës së bimëve është uji i shiut. Në të vërtetë, këto dy modele e kanë jetën nga uji. Me të vërtetë, urtësia dhe ligji i Allahut është i njëjtë në çdo gjë. Pastaj ajeti pasardhës dhe në duke se krahas kopshteve të palmave, të pjergullave dhe të pemëve të tjera frutor, është edhe një pemë tjetër e bekuar, siç e përmend ajeti, si dhe pemën që rritet në malin e Sinait e që u jep vaj dhe melmesa atyre që e han. Çfarë kuptohet me shprehjen mali i Sinait në ajet? Në lidhje me këtë shprehje, shpjeguesit kanë dhënë dy hamendësime. Së pari, ajo aludon për malin e njohur tur në shkretëtirën e Sinait. Kur Kurani i lavdishe me përshkruan pemën e ullirit si pemë që rritet në malin e Turit, kjo bëhet sepse arabët e Hijazit kalonin pranë këtyre pemëve të bekuara kur drejtoheshin nga veriu, ku ndodhet rajoni i Turit në jug të shkretëtirës së Sinait, siç e provon qartë pozicioni i tij gjeografik. Mundësia e dytë, Turi i Sinait, është cilësor dhe do të thotë mal që ka të mira dhe dobi, ose mal me shumë pemë, apo mal i bukur. Kjo sepse Tur do të thot mal dhe Sina do të thot zotërues i bekimit, bukurisë dhe i pemëve. Këtu na lind një pyetje. Pse vjet theksi vetëm në 3 fruta, hurmat, rrushi dhe ulliri? Përgjigje. Në këtë përgjigje duhet patjetër t'i kushtojmë vëmendje një çështje shkencore dhe pikërisht faktit që shkencëtarët e ushqimeve kanë konfirmuar se është rrallë të gjesh frut, që ka dobi më shumë për trupin e njeriut në masën e dobive të këtyre 3 frutave. Vaji i ullirit ka rëndësi të jashtëzakonshme për prodhimin e fuqisë dhe ndërtimin e trupit të njeriut, sepse nxehtësia e prodhuar nga ngrënia e tij është e madhe. Ai është miku i ngushtë i mëlçisë,
heq sëmundjet e veshkave dhe i mbron ato, forcon nervat dhe së fundmi konsiderohet si eliksiri i shëndetit. Ndërsa hurmat janë përshkruar në atë mënyrë, saqë nuk kemi vend për to në këtë përmbledhje. Sheqeri i tyre është nga sheqernat më të preferuar dhe më të shëndetshëm. Shumë specialistë të ushqimeve mendojnë se hurmat janë shkaku që nuk lejojnë goditjen nga sëmundjet kanceroze. Shkencëtarët kanë zbuluar se në hurma ka 13 lëndë jetësore, 5 lloj vitaminash dhe si pasojë konsiderohet si një burim i pasur me vlera ushqimore. Për sa i përket rrushit, siç mendojnë disa shkencëtarë, ai është një barnatore natyrore. Cilësitë e tij ngjajnë me qumshtin e nënës. Ai përfton një fuqi nxehtësie në trup, që barazohet me dy fishën e asaj që prodhojnë mishrat, ushqen gjakun, largon helmët nga trupi dhe vitaminat e tij i japin njeriut fuqinë dhe forcën më të mirë. Pas shpalljes së një aspekti të mirave të Allahut në botën e bimëve, që rritën si pasojë e shiut, vjen studimi një aspekti tjetër i të mirave dhe dhuratave të Allahut të madhëruar në botën e kafshëve, në cilën ai i thotë, vërtet, edhe të bagëtit për ju ka shenja për të menduar. Pastaj ajeti shpjegon fjalën el ibratu, që do të thotë ju pini atë që gjendet në barkun e tyre. Me të vërtetë, bagëtit japin qumshtin e shishëm që konsiderohet ushqimi i plotë. Ky i jep trupit të nxehtësi të madhe. Qumshti del nga gjaku me hope për të njohur me fuqinë e Allahut, i cili arrin të krijojë një ushqim të pastër dhe të shijshëm nga gjëra që të duken të ndotura. Pastaj ajeti shton dhe thotë: ju keni shumë prej tyre, ju keni prej tyre shumë dobi dhe hani prej tyre, plus mishin që konsiderohet si një nga pjesët kryesore të ushqimit, për të cilin ka nevojë trupi. Po ashtu, përfitohet nga lëkurat e kafshëve në prodhimin e veshjeve, të tendave të fuqishme dhe e gjata. Përfitohet nga leshi i tyre për prodhimin e veshjeve dhe të shtrojës e mbulojës. Madje përfitohet edhe nga jashtëtja e tyre për të pleheruar pemët dhe bimët. Po ashtu, kafshët përdoren për të hipur në tokë si anijeve në det, dhe thot Allahu i madhëruar në ajetin e Kuranit, dhe udhëtoni me ato ashtu siç udhëtoni me anije. Të gjitha këto veçanti dhe dobi të bagëtive konsiderohen me të drejtë mësim dhe përvojë për ne. Ato i mësojnë njeriu të mira që i ka krijuar Allahu, ashtu siç e ngjall tek ai ndjenjat e falënderimit dhe lavdërimit për Allahun. Pyetja vetme e mbetur është: si ka mundësi që si kafshët e samarit ashtu edhe anijet janë vënë në një nivel të vetëm? Nëse e shohim si çështje të vetme, përgjigjja do të jetë e qartë dhe pikërisht se njeriu gjatë gjithë jetës së tij ka nevojë të hip herë në tokë e herë në det ku përdoren anijet. Kjo shprehje është e njëjtë me atë që përdoret në ajetin 70 të surës El Isra, ku flitet për atë që Allahu i gjithfuqishëm udhëroi bijve të Ademit alayhis salam, siç thotë, ua kemi bërë të mundur që të udhëtojnë në tokë dhe në det. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte për sa i përket temës së sotme në Nektari i Xumas, por dhe i të gjithë emisionit Nektari i Xumas. Falenderojmë Allahun madhruar pafund që na mësoi që të jemi në këtë transmetim të programit tonë, pasi vetëm atij përkasin falëndrimet dhe lavdrimet më të bukura dhe më të larta. Falenderojmë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, Zoti i shpërbleft me mirësi. Falenderojmë dhe ju që na ndiqni në programin Nektari i Xumas, Zoti ju shpërbleft me mirësi dhe inshallah të gjithë së bashku përfitojmë nga ato që përcjellim në këtë emision. Jemi në këtë ditë të bukur xumaje, lutje Zoti na pranojë lutjet tona, duat tona, adhurimet tona, namazet tona, punët e veprat e bukura, të na ruaj nga çdo gjë e keqe dhe inshallah të përpiqemi për të bëjmë sa më mirë për veten tonë, për familjet tona dhe për vendin ku ne jetojmë. Duke u lënë në shoqërinë e ajetit i cili fton për namazin e xumas, do të ndahemi së bashku me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى
ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju, nëse jeni që e dini. أشهد أن